edhe ndenjëm deri në orat 3:30 e mëngjesit, domethënë me muhabet kështu bashkë me të në qeli. Këto halle qanim, ai kishte marrë informacionin që qeveria do bjeri dhe do ketë zgjedhje patjetër të parakohshme, e dinte një situatë tillë, dhe që do kishte razira sepse kishte filluar nuhatja dhe kjo që unë u thash që jo avionët vinin e jo thuaj se u shpall gjendje e jashtëzakonshme, edhe forcat speciale donin veriu kundër jugut, domethënë shpërthyen këto gjëra, edhe ne po bisedonim gjëra gjatë. Dhe ndër bisedat e shumta që bëm atë natë aty, meraku më i madh ishte që ai tha se mos na marrin tani, tha na heqin këthe na burgu, dhe duke na hequr na burgu do na heqin qafe. Jo, po na nxorën që këteja, se këtu kemi një lloj mbrojtje, të paktën ata të burgosurit e tjera. Edhe duke bërë këtë muhabet, një zhurmë me tmerrshme helikopteri, dhe një helikopter ndaloi aty tek lumi Bençës poshtë, ku kishim neve burgun, aty. Edhe në këtë zhurmë do të mërshme vjen ai nën oficeri rojes, përmetari që na binde rakin, edhe hapi qelin me njëherë, edhe më tha mua, shkotha se ka ardhur në drejtori përgjithshëm i burgjeve, tha, Bedri Çoku, edhe do marrin Fatosin, tha. Edhe u futa në qelin time unë, qelin 3, por ne kishim folur që Fatosin, sikur të vinin ata, edhe me zor nuk do pranonte që të dilin nga qelia. Domethënë do thoshe jo në asnjë mënyrë, edhe do rezistonte dhe do kërkonte edhe ndihmë, domethënë. Aty do bënte një rrumuj të madhe që të mos dilte nga qelia. Domethënë ky ishte ideja gjithmonë e frikës se mund ta ekzekutonin. Dhe në atë moment kur unë sye vesh aty te qelia 3, edhe kur u ngrit helikopteri iku, edhe vjen ai zvenc oficeri i rojes, i thashun, qa ndodhi, i thashun? Aty është Fatosi? Jo, më tha mua, e mori helikopteri iku, erdhi Bedri Çoku. Po si iku, i thashun? Gjo, tha, më tha, thua ideja ti ti është për mirë. Po iki se është për mirë. Vetëm kaq. Pastaj në orën 5 ca të mëngjesit iku ai e çon burgun e Tiranës, te 313-a, dhe kur u thye pastaj që u hapi dhe burgu i Tiranës, e ka shpjeguar vete pastaj historinë se këtu, kur erdhi atë ditë, domethënë që një pak ditë këtu tek burgu i Tiranës, unë nuk isha. Në 5:30 të mëngjesit muarën atë, në orën 11 vjen helikopteri tjetër, dhe helikopteri tjetër më ka marrë mua, ka marrë Rapi Minon, ish prokurorin e përgjithshëm, Aranit Qelën, ish kryetari i gjykatës lartë, këtë zvenc ministrin Ajredinin Shytin, që ishte ministër i brendshëm dhe ja akuzonin për 2 prillin e Shkodrës, Çapa Jevtashi, Taçi që është bërë për Ahmet, kryetari i degës brendshme të Shkodrës, isha atyre që ishë në burg me mua, i qeli me mua tek Treshi, na muarën neve edhe ai piloti na tha do të na hidhnin tek mali me gropa. Ky ishte urdhri që ishte dhënë. Por ai piloti është treguar një heroj i vërtet, e kam shpjeguar historinë e tij, e kam botuar, madje edhe ai është dëshmitar okular, për fatin e mirë e kam takuar dia aty tek bloku, atje edhe përsëri e kujtuam këtë ngjarje. Ai faktikisht sajoi një defekt, sajoi që s'kish karburant edhe ndaluam në aviacion aty të Tiranës, që është mbushur me pallate tani, ndaloi aty helikopterin, sa u furnizua, sa u bë, duket u dhana një urdhër tjetër pastaj dhe na morën na çuan burgun e Burrelit neve, piloti na çoi neve atje dhe mori helikopterin iku në Itali. Kjo është pak a shumë historia, domethënë, histori e dhimbshme, por gjatë kësaj kohe, pra që Fatos Nanua ishte në burg, u a thash, moralin e mbante e tjera lartë. Punonte si kryetari i Partisë Socialiste në mënyrë të pashtershme, gjithkohon, dhe e orientonte atë parti. Po kishte lënë njerëz mrapa që dini si ja zbatonin orientimet e tjera. Por u shkatërrua vetë si njeri, i shkatërroi familjen Sali Berisha, ja shkatërroi familjen, i shkatërroi vajzën fillimisht, po shqyr Zotit ajo e mori veten edhe bravo i qoftë, se është një figurë e shkëlqyer sot. I shkatërroi
bashkëshorten, e ndauna bashkëshortja, një bashkëshorte jashtëzakonshme, Regjina Nano, një shembull i vërtet. Unë e di dhe bashkëshortja ime se bashkë e bënin atë rrugën në Tiranë, atë burgu i Bençës, në atë rrugën që ishte tër gropa edhe një rrugë skëterë e vërtet, dhe ta bënje vajtje ardhje, atje duke na prur neve veshje në ushqime tjera, ajo i ka bërë këto sakrifica Gjina, edhe të 313, edhe të burgu i Bençës, nuk i është ndarë për asnjë çast, dhe ajo familje nuk duhet kishte faktikisht atë persekucion që pati edhe atë fund që patën me njeri tjetri. Gjithsesi, ai i vuajti të gjitha këto, edhe ai që ja shkaktoi të gjitha këto vuajtje, bilbilos ende, me gjithë se ka bërë një mal të madh me krimet jashtëzakonshme.